në ditën e dytë të këtij viti të ri, në të cilën sapo kemi hyrë, sot me 2 janar 2026, një rast morti na ka bërë bashkë këtu në sallën e seancave plenare të Kuvendit Kosovës. Në një periudhë të ndërmjetme për institucionin legjislativ të Republikës sonë, teksa legjislatura e kaluar e Kuvendit të shpërndar, ndërkaq legjislatura e re ende nuk është nxjerrë dhe konsoliduar, ky mort na bëri të bashkohemi këtu në Kuvendin e Republikës. Dje me 1 janar 2026 vdiq në moshën 81 vjeçare profesor Nejat Daci, ish kryetari i Kuvendit të Kosovës dhe ish kryetari i Akademisë së Shkencave dhe Arteve të Kosovës, përveç se themelues dhe kryetari i Partisë Lidhja Demokratike e Dardanisë. Sot gjatë gjithë paraditës shumë njerëz kanë bërë homazhe për doktor Nejat Dacin në hollin e Kuvendit të Kosovës, para se ne të mblidheshim në këtë akademi përkujtimore. Vdekja e profesor Dacit na ka mbledhur në këtë sallë plenare dhe në këtë ndërtesë, sepse karriera e tij politike është e lidhur ngushtë me këtë vend dhe me këtë institucion. Në dekadën e parë të periudhës së çlirimit të Kosovës, Nejat Daci kishte qenë deputet i zgjedhur i këtij kuvendi ligjvënës, si dhe kryetari i tij, pra kryetari i Kuvendit të Kosovës, 2 herë, mes viteve 2000-2004 dhe 2004-2006. Në Kosovën që sapo ishte çliruar me 1999, kur po viheshin themelet e një rendi të ri politike vleror drejt demokracisë e mbetësisë, e ku më së pari po ndryshonin rregullat e të folurit në publik, Nejat Daci e pati për detyrë ta drejtonte diskutimin në Kuvendin e Kosovës nga pozita e kryetarit. Me maturinë dhe qetësinë e tij karakteristike, ai dha shembull se si duhej kuvenduar në këtë kuvend dhe si duhej zhvilluar betejat politike nga foltorja dhe ulset e këtij kuvendi. Si deputet i Kuvendit të Kosovës me 17 shkurt 2008, Nejat Daci ishte njëri nga nënshkruesit e deklaratës së pavarësisë Kosovës, i cili duke hedhur firmën e tij në atë dokument e përjetësoi emrin e vet në historinë e themelimit dhe ngritjes së Republikës së Kosovës. Por për te angazhimit të tij politik, profesor Nejat Daci kishte hyrë në jetën politike të Kosovës nga bota akademike, gjithsesi nga Universiteti i Prishtinës, ku ai kishte qenë ndër anëtarët e parë të stafit akademik si ligjërues në fushën e kimisë. Me sa duket, nga profili i tij prej kimisti, rrjedhte dhe përllogaritja e tij deri në doza të vogla të secilës fjalë dhe të secilit veprim në publik, për çka ai është fiksuar në kujtesën kolektive të qytetarëve të vendit tonë. Si politikan, Nejat Daci ka ditur ta luajë rolin e një figure balansuese mes poleve dhe në skenën politike të Kosovës para dhe pak vite pas pavarësisë ishte e kundërta e polarizimit në skenë. Si shkencëtar i kimisë, doktor Nejat Daci ka qenë origjinal dhe punëtor në studimet e tij, duke lënë pas një mori punimesh dhe vepra shkencore nga karriera e tij e gjatë si profesor në Universitetin e Prishtinës. Nga këtej, profili i tij akademik kulmoi me të qenit anëtar i Akademisë së Shkencave dhe Arteve të Kosovës dhe 2 herë kryetar i saj mes viteve 1999, 2004 dhe 2018-2019. Nga dje, profesor Nejat Daci u largua fizikisht prej ne të gjallëve, por ai do të mbetet mes nesh thjesht si njeri përmes brezave pasardhës të familjes së tij, do të mbetet si profil shkencëtari tek ish studentët dhe kolegët e tij kimist dhe akademik, si do të mbetet i referuar në diskursin politik për karrierën dhe trashëgiminë e tij politike e shtetërore. Me përmasat e tij prej politikani dhe me profilin e tij prej shkencëtari, profesor Nejat Daci do të jetë një zë më vete në faqet e historisë politike të shtetëndërtimit të Kosovës dhe në historinë e arsimit dhe të shkencës në Kosovë.
Nejat Daci ishte shkencëtar para se të bëhej intelektual, ishte intelektual para se të bëhej politikan dhe ishte drejtues institucioneve shtetërore para se të bëhej kryetar partie politike. Në përmbyllje të këtij fjalimi përkujtimor për profesorin Nejat Dacin, ju lutem gjithsesi të pranoni ngushëllimet e mia për profesor Dacin, ngushëllime familjes Daci dhe familjarëve të tjerë të ndjerit Nejat Daci. Ngushëllime kolegëve nga Akademia e Shkencave dhe nga Universiteti i Prishtinës, si dhe ngushëllime bashkëpunëtorëve dhe miqve të tij të gjitha kohërave. U kujtoft bashkë me kontributet e tij për popullin e Kosovës. Ju falenderoj. Nderuara Presidente, nderuar kryetari i Kuvendit, nderuar kryeministër, nderuara kryetare e Akademisë Shkencave dhe Arteve të Kosovës, të nderuar miq, familjar, bashkëudhëtar të babit, të respektuar të pranishëm. Në emër të familjes sonë, ju shprehim falënderimin dhe mirënjohjen më të thellë për respektin, nderimin dhe fjalët e mira që sot janë kushtuar babit ton. Prania juaj këtu është dëshmi e dashurisë dhe vlerësimit që ai ka gëzuar gjatë gjithë jetës së tij. Sot nuk jemi mbledhur vetëm për të kujtuar një akademik, një profesor apo një udhëheqës institucional. Sot kujtojmë një njeri që jetën e tij e jetoi me dinjitet, sakrificë dhe shërbim të pandërprerë ndaj dijes, vendit dhe njerëzve. Babi qysh herët që nga mosha 4 vjeçare jeta ja vuri mbi supe barën e rënd të rritjes pa prindër. Ishte një fillim i vështirë, po për babin kjo mungesë u shndrua në forcë. Kjo dhimbje në karakter e kjo vështërsi në vullnet të palëkundur për të ecur përpara. Nga ajo fëmijëri e vështirë, ai ndërtoi themelet e një jete të jashtëzakonshme, duke dëshmuar se njeriu nuk përcaktohet nga rrethanat, por nga forca me të cilat i përballon ato. Qysh herët ai ishte i përcaktuar të jetojë dhe punojë për Kosovën. Këtë dëshmoi qysh në vitin 1973, kur në Universitetin e Zagrebit mbrojti me shumë sukses temën e doktoratës kontribut në përcaktimin e strukturës kimike të substancës organike të qymyrit Kosovës, duke dhënë një kontribut të çmuar në njohjen shkencore të pasurive natyrore të vendit. Dhe pavarësisht botës së madhe akademike që i hapi përpara dhe mundësive të shumta që mund ta çonin larg, zemra dhe misioni i tij mbetën gjithmonë këtu, në Kosovë, në Universitetin e Prishtinës. Që nga atëherë ishte autoritet në dije, shembull në etik dhe udhërrëfyes në jetë. Për dekada me radhë, ajo vetëm që formsoi mendje të reja, por preku shpirtra, edukoi breza studentësh dhe krijoi një shkollë të vërtet akademike, ku dija, ndershmëria dhe përgjegjësia ishin vlera të shenjta. Nga kjo përvojë dhe dashuri e pakushtzuar për dijen, lindi natyrshëm edhe përkushtimi i tij ndaj Akademisë së Shkencave dhe Arteve të Kosovës, si kulm i shërbimit të tij intelektual dhe kombëtar. Akademia e Shkencave dhe Arteve të Kosovës nuk ishte për të thjesht një institucion, ishte shtëpia e tij e dytë, amaneti i tij intelektual dhe simboli i qëndrueshmërisë së dijes shqiptare. Në kohrat më të errta, gjatë okupimit dhe luftës, ajo vetëm e udhëhoqi akademinë, por e mbrojti dhe e ruajti me guxim, urtësi dhe sakrificë personale. Ai besonte thellë se institucionet e dijes janë shtylla e identitetit kombëtar dhe themele mbi të cilat ndërtohet e ardhmja e një shoqërie. Për te akademisë, babi ishte edhe burr shteti, në kuptimin më fisnik të fjalës. Në një kohë kur Kosova po dilte nga lufta dhe shoqëria ishte thellësisht e përqarë politikisht, ai mori mbi veti një barë të rënd historike të ndërtonte ura aty ku kishte ndarje, të sillte dialog aty ku kishte mosbesim dhe të kultivonte maturi aty ku mbizotronte tensioni. Ai luajti një rol të pazëvendësueshëm si unifikues i skenës politike, duke u bërë zë i arsyes dhe i përgjegjësisë
në një moment kur vendi kishte më shumë nevojë se kur për udhëheqje të urtë dhe gjithëpërfshirëse. Ai beson të thellë se politika, kur bëhet me ndershmëri edhe dinjitet, është shërbim ndaj qytetarëve dhe sakrificë për të ardhmen. Por mbi të gjitha, përtej titujve dhe funksioneve, për ne, ai ishte thjesht babi jonë. Njëri i urtë, i qetë, i drejtë dhe me një zemër të madhe. Shembull i vërtet se si duhet të jetohet jeta me dinjitet dhe dashuri. Ishte bashkëshort i përkushtuar që gjithmonë i tregoi mamit respekt, vlerësim dhe dashuri të pakushzuar. Marrëdhënia e tyre ishte shembull për ne, një dashuri e ndërtuar mbi mirëkuptim, durim dhe respekt ndërsjellë. Si baba, me fjalë të pakta, por gjithmonë të zgjedhura, me këshilla të urta dhe me shembullin e tij personal na udhëhoqin jetë. Nuk na impononte kurrë, por na bënte të ndiheshim gjithmonë të obliguar të mos e shgënjenim nga respekti dhe dashuria që kishim për të. Për nipat dhe mbesat e tij, ai ishte gjysh i dashur, i qeshur dhe i pranishëm. Ata e donin pafund dhe e ndjenin praninë e tij si një strehë të sigurt ku gjithmonë gjendej dashuria. Ishte burim frymëzimi, rrëfysi historive, mësuesi vlerave dhe figurë tek e cila mësohej se çfarë do të thotë të jesh njeri i ndershëm dhe i përgjithshëm. Babi na mësoi se familja është mbi të gjitha. Na mbledhte gjithmonë bashkë dhe na tregoi me vepra se koha më e vlefshme në jetë është ajo që kalohet me familjen. Kjo është trashëgimia më e madhe që na la, dashurinë, unitetin dhe ndjenjen se pavarësisht gjithçkaje, familja është shtëpia jonë më e sigurt. Prandaj, sot nuk po i themi lamtumir vetëm një njeriu, por një epoke të dijes, integritetit dhe përkushtimit. Me largimin e tij, mbyllet një kapitull i rëndësishëm i historisë sonë akademike dhe institucionale, por hapet një amanet që na obligon të vazhdojmë rrugën që ai na tregoi. Jeta e babit ton na mëson se nga vështirësitë lind forca, se nga dia lind liria dhe se shërbimi ndaj shoqërisë është forma më e lartë e dashurisë për atë dheun. Lavdi jetës dhe veprës së tij. Kujtimi i tij do të jetojë në auditor, në libra, në institucione dhe mbi të gjitha në zemrat tona aty ku nuk shohet kurrë.